këto janë, domethënë ky është një komunikim i niveleve arkaike, pasi nuk flitet për një luftë, domethënë bilaterale franco-ruse, si në shekullin në kohën e luftave napoleoniane, por flitet për një koncept të ri të mbrojtjes evropiane dhe kjo varet edhe është pak problematika është pak më dimensionale, varet nga se si do të jenë premisat e ciellurit, pra premisat e qasjes së mëtejshme të administratës Trump. Trumpi për teleshikuesit tanë nuk përfaqëson, po e quajmë atë Amerikën e Theodore Rooseveltit, e cila kërkonte cilej si perandoria britanike e shekullit 19 pra të ruante ekuilibrat në kontinente ndryshme dhe në gjithë botën. Kjo ishte edhe doktrina Rooseveltiane, jo e Franklin Delano Roosevelt, por presidentit realist Roosevelt. E dyta, nuk është më Amerika wilsoniane që ishte koshcienca e botës, pra dhe vazhdoi me promovimin, ndërtimin e rendit liberal të demokracive dhe garantimin e tij për 8 dekada, por janë disa tendenca të reja të një Amerike proteksioniste, Amerike të një natyre transaksionale, pra e trajton diplomacinë ndërkombëtare, Trump individualisht, edhe një Amerike nacionaliste. Por duhet parë, nëse shtetet e Evropës lindore dhe disa shtete, për shembull si Polonia, po dhe hapësira shqiptare që kanë spikatur me pro-amerikanizmin, a do të ketë një rikonfirmim të ruajtjes së sigurisë së tyre nga Shtetet e Bashkuara, dhe këtu do të varet edhe ajo ngjizja ushtarake, një koncepti të uniformitetit mbrojtjes evropiane. Por gjithsesi Evropa nuk do të jetë e njëjtë. Franca është një fuqi bërthamore, po me testata me mbushje bërthamore 10 herë më pak se sa Rusia, por këtu kemi të bëjmë me rishfaqjen e procedurës ose e doktrinës së riarmatimit nga ana e Gjermanisë, që është një komb që ka një potencial industrial dhe teknologjik të admirueshëm, dhe mandej kemi sinkronizimin e shteteve kryesore historike evropiane për ndërtuar një uniformitet mbrojtës. Pra do të jetë, nëse do të kishte një konflikt, do të ishte jo Franca përkundrejt Rusisë, por Rusia përkundrejt pjesës kryesore ose shteteve historike evropiane. Kështu mund të jepë edhe përgjigja Zaharovës, meqense Rusi si shenë e tyre predominon mendësia botkuptimi i luftës. Po, zoti Odi, referuar takimit fundit midis Macron dhe Trump, shumë do të thonin se gjithçka shkoi shumë mirë në këtë takim i cili është pasqyruar gjithashtu edhe në media, ndërkohë që fjalimi i ditës së djeshme përpara kombit të tij, Macron u duk si një thik pas shpine. Mbas kthimit nga shtëpia e bardhë, i flet kombit të tij duke i thënë që dëgjoj, vërtet e kemi pasur në krah SBA-n, por mund të jetë edhe kundërta dhe ne duhet bëhemi gati për diçka të tillë. Tani, në gjykimin tënd, në ç'pik është marrëdhënia e Francës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Shiko, marrëdhënia e Francës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk mund të flas. Ato janë marrëdhënie të një natyre kordiale, por kanë humbur rregullat e një dialektike normale të një bashkëpunimi, sidomos me sjelljen e Trumpit. Ju përmendët qëndrimin e Macronit në Amerikë, ajo bën pjesë të formimi i politikanëve të lartë dhe shtetarëve francezë që ruajnë manierat e të bëri diplomaci, edhe nëpërmjet kortezisë era erës, edhe nëpërmjet asaj që lejohet hipokrizisë në marrëdhënie ndërkombëtare. Për më tepër individualisht Macroni në një farë mënyrë